وأحل الله البيع وحرم الربا. Bej'ul majnuni la yasih, nuk arrihet, nuk konsiderohet e vlefshme një kontrat apo një shitblerje e atij të çmendurit, duke u argumentuar me argumente të shumta nga suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithin të cilën e transmeton Imam Nesaiu, Ibn Majah dhe Imam Ahmedi nga Aisha radhiyallahu anha, e cila tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Rufi al-qalamu an thalatha. Tha është ngritur lapsi nga 3 gjëra. Nga 3 njerëz, nga 3 pal njerëzish, dhe tha: Anin naimi hatta yastayqiz. Është ngritur lapsi nga ai i cili është duke fletur gjumë derisa të zgjohet. Pra nuk merret në llogari, nuk i shkruan Allahu xhel xelaluhu atij i cili është në gjumë, çkado që të bën pse nuk është në vetveten e tij deri kur, derisa ai të zgjohet. Tha wa anis sabiyyi hatta yakbar. Dhe nga i vogli, nga fëmiu, derisa ai të rritet. Tha dhe gjithashtu wa anil majnuni hatta yaqil aw yafuq. Dhe nga i çmenduri derisa të i kthehet logjika apo mendja e tij, apo derisa të kthillet e të vënë në vetveten e tij. Pra nga kjo e kuptojmë se por derisa dikush nuk është në logjikën e shëndosh të tij, në mendjen e shëndosh të tij dhe ka probleme mentale, atëherë nuk llogaritet e vlefshme kjo shitblerje e tij. Po edhe nëse është prezent aty te këto 2 kontraktuesit, shitblerësi edhe blerësi. Pra çështja është vëllezër për ta kuptuar gjithashtu dietarët për këtë pikë që nuk lidhe dhe nuk është e vlefshme shitblerja apo lidhja e kontratës me një njerë i cili nuk e ka logjikën e shëndosh. Gjithashtu na sollën ixhma dietarët, që don të thotë është konsenzus, bashkimi dietarëve si Al-Mawardi, Ibn Hazmi, Ibn al-Arabi, Ibn al-Qattani, gjithashtu An-Nawawiu dhe Sheikh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Këto sollën konsenzus të dietarëve se në këtë pikë nuk lejohet dhe nuk është e vlefshme lidhja e asaj kontrate, të asaj marrëveshje për këtë shitblerje, nëse njeriu është pra i çmendur. Gjithashtu anën logjike, pra është argument në veti se një njeri nëse nuk është i zoti vetvetes së tij, në anën logjike kuptohet se nuk ja lën askush një përgjegjësi të pasurisë së madhe dikujt i cili është i marrë dhe nuk është në mendjen e shëndosh.